Banëm të i thonë për jashtë tash ka mos, lidhe me hoxhën e vet, xhamatin e vakcinës lidhe me hoxhën e vet, xhamatin e Orizarës lidhe me hoxhën e vet, xhamatin e dikujt që kudo kohë lidhe me hoxhën e vet. Edhe faktikisht më smrami, çfarë rezultati ka bi prej kësaj? Faktikisht e arritëm qëllimin që feja islame të dëbohet prej këtij populli, të orientojmë anena na ka kemi qef. Çto qëllime? Këtu kush merr pjesë? Merr pjesë shejtani. Thot njëri prej juve, po shejtani çka ka këtu? Allahu Jalla Jalaluhu në Kurani Kerim në surën e fundit, në ajetën e fundit ka thonë min alladhi yuwaswis fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Ka thonë kjo garnitur është ajo shka në shpirtin tan shkakton shqetësime dhe vezvese, është i dam dy pjesë, njeri edhe e xhine. Njeri edhe e xhine. Ashtë i dam dy pjesë, njeri edhe e xhine. Pra nuk e ke anë mik, vetëm atë shejtan shka ti nuk e shef, po e ke anë mik edhe atë shka me ta rrin, e ke anë mik edhe me ata shka han, me ta që han, e ke anë mik edhe atë shka e ke në sofër ndoshta, e ke anë mik edhe atë shka e ke në saf ndoshta. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu prej të di palve këtive ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam muhafaza rabbal alamin inshallah e ban. Allahu Jalla Jalaluhu prej shqetësime dhe vezveseve të mrenshme dhe të jashtme, prej të di palve shejtan njeri dhe shejtan e xhine ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam lindje perëndim e mbron inshallah. Xhamatin ndershëm. Kjo ishte një pjesë e problematikës tonë të cilën na kemi marrë me sqaru prej para Ramazanit e do sqarojmë inshallah edhe në muajt e ardhshëm, xumaja që do të vinë për në lidhje me fjalën sihr. Pjesa të cilën na u mundum me shpjegu sot ishte lidhje me sinin. E njëjta gjë vazhdon xhamatin ndershëm për veshin. E njëjta gjë, por mos me zgjat bisedën, e njëjta problematikë vazhdon edhe për veshin. Shejtani kapet për qelizën trunore të njeriu të cila prodhon elektrone edhe i dërgon organit të ndëgjuarit. Pra njeriu nuk ndëgjon mirë ose ndëgjon atë që nuk ka qef me ndëgju. E ndëgjon të kundërtën. Do të thotë, e din se është e ndëgju zonin tem, ama në realitet është e ndëgju zonin që tërkuj. Sukra i Mesi e din që atë e pa burrin e vetë e gruaja, realitet sa të e pa burrin e vetë, atë e pa dikan që tërkan. E pra, mendon se jetë e nizanin e hoxhës, a jetë e nizanin e dikuj. Jon këtë rast, në rastet veçanta, xhamatin ndershëm, në rastet veçanta. Çka duhet bakja edhe kjo do ilaçin e vet. Çka duhesh me pas? Duhesh me pas haubic 155 mm. Ka një lloj haubica kur amerikanët kur gjujnë në Beirut i përdorin fort ka 500 mm janë. Do thotë 50 cm. Kalibri 50 cm me gjujt një musliman. Me gjujt një musliman në Beirut. Shpesh i përdorin amerikanët kur ndojnë ren, i përdorin me nu ren. Duhesh me pas pra për gjujtjen e shkatrimit shejtanit haubic, të cilën nuk e ngre traktori jot Ferguson, të cilën nuk e ngre traktori jam, po e ngren kush? E ngren buldozheri i besimit në Allahun një. E ngre dashuria në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, vetëm ajo e ngre. E kjo haubic kusha? Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinah wala nawm. Zoti është një, Allahu është ai i cili nuk ka shoq. Dhe ata gjumi i vogël dhe i madh nuk e merr, gjithmonë çka ka në këtë botë është nën kujdesin e tij. Për shkak se ai nuk flan, nuk lodhet Zot. Këto probleme që po sulmojnë umetin, po t'i lan dorën tonë dhe në kujdesin tan, on prej këtive vezveseve dhe prej këtive jam i lirë, Allah jam, ti po t'lan në kujdes. Thuaj çështo, ama jo me çrapa. Thuj qështu ama, jo me buz, jo pantomimski dua, jo kësi duaje, jo Chaplinski lutje, jo Chaplinski me lut, po me lut Allahun Jalla Jalaluhu musliman, në mënyrë islame, qish e dëshiron, aj me lut na, qish ne ka hartu programin e lutjes, aj neve. Allahu Jalla Jalaluhu yatawalla salihin. Ka thonë, unë tani kujdesin e ative të cilët e kanë lanë në kujdeshirën e lutjen e ative të cilën e kanë lanë në kujdesin tanë, unë jam bikshiri i kësaj lutës për të cilën kam thonë la nësurannaki wala u ba'da hin, unë kam e të ndihmu oj lutja muslimonit edhe me qenë se pak vënohet, o lutja besimtarit që njës ka unë kam e të ndihmu edhe pak në vënohet së prish pun, ama kam e të ndihmu në ditë për ditëve. E nuk janë lutje bura ato, Allah i qafën ja theft. Nuk janë lutje burra ato, elhamdulillah o Zot, që ti s'po i pranon lutjet e nanës. Allah i zana ta morë shpirtin.
shkofsh e mësë marsh mo. Shkel nona një kamion hakarat i madh. Zana traf, plumi shpirtin të gjik. O Allah i madh. Ti veç pse e ki rahmetin e madh, që lutje nuk i pranon të nonës. Kur mos i pranon po të lutemi? Se këto janë lutje gjahilesh. Këto janë lutje një nonave të cilët nuk janë edukuar në xhami. Këto janë lutje të nonave të cilët nuk janë edukuar në islam. Këto janë lutje të nonave që as ilmi halin s'kan pas rast të lexojnë, as kanë dashur, nuk e di. Këto janë lutje të baballarëve të cilët nuk janë edukuar në islam, janë edukuar ndoshta në rrugë, janë edukuar në klub, janë edukuar në stadium, janë edukuar në stadiumet e kësaj bote, nuk janë edukuar në stadiumet ku Allahu xhalla xhelalu ilmin e vetë don. Të ndarshëm xhamat. Ki problem do të sqarohet edhe në xhumat e ardhshme inshallah. Na jemi duke cek vetëm pikat shkurta të këtij problemi. Na nuk jemi fut në shtosën e problemit gjerësisht. Si të futemi në shtosën e kësaj problematike në gjerësi, atëherë me siguri do të na duhen disa vite për këtë problem. Për shkak se një numër i madh i ajeteve të Allahu xhalla xhelaluhu për këtë punë flet, edhe në numër i madh i konsiderueshëm i haditheve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për këtë punë flet, neve të gjithë së bashku Allahu për kësaj problemi, për këtij problemi muhafaza na bëft inshallah. Allahu xhalla xhelaluhu wa jalla shanuhu në Kur'anin e Kerim sura Taha قالوا يا آيات 65 و 69 الله جل جلاله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن من أول من ألقى فيا موسى ti po I çet ato mrekullitë tua na këto tonat tha ju Musa alayhis salam tha ju an mikun pra duhesh me blensi me an mikun kur bisedojsh si të këshirësh te poshtë diturinë e Allahu xhalla xhelaluhu me ta dhon nuk ban fajda dit me an mikun kur bisedojsh prej 2 orë as njëherë nuk si të gjojnë shko njëherë me ullë kokën të poshtë, ti dialogun me ta ke humb, luftën me ta ke humb, lullet ballit dush me këshirë. Për shkak se ai shka bisedon me tije, bisedon me dorë, bisedon me sy, bisedon me vetëll, bisedon me vesh, bisedon me skajin e musteqeve, bisedon me qoshin e buzve, bisedon me të buzqeshurit, bisedon me mrollat e ballut, bisedon me të kremin e flogëve, bisedon me krahën, bisedon me gishtin e dorës, bisedon me dorën e mbyllën, bisedon me dorën e hapën, bisedon me dorën e ulën, bisedon me dorën e ngritur. E ti kejt këto janë fjalë. Kejt këto janë fjalë për shkak se vetëm gjuha nuk ka mjet bisede. Po mjetet bisedeve janë kejt të gjona që I cakëm në disa qera. E vumja kam për mikom, është bised. E shtrumja kam në sob, është bised. E kthimja shpinës, është bised. E numja dorës në vesh, ka kuptimin e vetë. Ka njëherë dojnë dorën në vesh, ato shka njën shumë mirë. Ka njëherë shurë dhe të që po ndinë e nuk njën. E kejt këto janë biseda, pra nuk ka kohë me ullë kokën të poshtë me këshirë. Po anë mikun dush me këshirë lullet ballit. Musa a.s. Kër I kanë thonë Musës, apo I qetë të ato mrekullit e tua që po I thu, apo I qesim në aton, e ka këshirë anë mikun dritën e sinit mirë, edhe I ka thonë, alku ma antum mulkun. Tha qitni, ta shofim, qka keni për qitë. Anë mikun e vetë, lullet ballit e ka këshirë. Nësë ndryshoje diçka prej situatës parasimit Musës, I sinqert në punën e vetë, I sinqert në namazin e vetë, I sinqert në veprimin e vetë. Nuk falet muslimani I veshkët, nuk falet muslimani të udrejt, po muslimani falet pip, muslimani falet si shtila e cila e ma ndërtesën. Namazja a kemi thonë a shtila islamit, po a shtila islamit. Pra a I shka atë u falë, duhet me u falë si shtil, me kalzu se islamin unë e maj. Musa a.s. para Allahu gjelle, para Firaunit, anal shtila e cila e ka mbajt a dit islamin edhe mujizet e dhuruar ata e Allahu gjelle gjelalu hedije. A thonë, alku ma antum mulkun. Qitne, ta shofim shka po qitni. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فالله جل جلاله سحر تركوزت إذا propagandët e ative magaristike ju dokën njerëzve prej sehrit që e kishin bo ju dokëshin se po hecin realitetsisht të hec gjon Musa a.s. këtë punë shifke si pas hakikatit si pas asaj që e vërteti ishte në ta kurse gjemati I vetë rëndëm ato ishin ato të cilët ju dokë se ndodhë dishka fa ugjese fi nefsihi khifet e Musa a.s. e ka ndin shpirtin e vetë një lloj shqetësimi jo të vetin mrena se pejgamberi prej sehrit nuk shqetësohet as njëherë po e ka një lloj shqetësimi mrena në shpirt se ndoshta xhamati I tij do të tradhtohet me këtë për atë çka ka Allahu xhalla xhelalu mbi këshirja e tij e shpejt mbi këshirja e tij që është në çdo kohë prezente fa la takhaf ja Musa mos të mos ki galë as për vete as për xhamatin tan mos të inma sana'u kaydu sahir ta mos të këtë punë që kanë bërë këto dha sehra kjo mos ki galë ولا يفلح الساحر حيث أتى آياتي I fundit I dersit sotin këtë ders ne do të vazhdojmë inshallah javën e ardhshme
si t'jemi shpeshe mirë, e thonë, wala yuflihu s-sahiru haythu ata, seherbazi para mugjizeve ja Musa, së në banë gjo. Seherbazi para mugjizeve, së në banë gjo. Tha së në kalën komenti, i ajetit wala yuflihu s-sahiru haythu ata, do t'jipët javën e arshme, insha Allahu ta'ala, lillahi ta'ala, al-Fatiha.